E fillojmë nga potenciali turistik, zonja ministre, ju thoni që nuk ka patur asnjë selektivitet. Po jap një shembull, zonja ministre. Ky është Klodian Arusha. Është një djalë i ri. Një djalë i ri që ka punuar në Itali, është kthyer, tjetër 22-23 vjeç, është nga Thethi, është kthyer nga Italia pasi ka punuar kamarier, me ato pak lek që ka mbledhur, ka vendosur të bëjë një biznes të vogël në Theth, në tokën e vet, po në shkeljet ligjit. Në shkeljet ligjit e pranon. Në shkeljet ligjit ka ndërtuar një kabinë të vogël minimale me disa tavolina, disa karige, dhe turistët kur ktheheshin nga xhiroja që bënin, kalonin aty dhe hanin diçka. Ky ishte biznesi i tij. Kështu mendoi ai të jepte drejtim jetës vet. Kështu mendoi të dilte nga varfëria. Certifikatën e punësisë nuk ja dhan, nuk ja regjistruan pronën, nuk kishte shansi të merrte leje se s'kishte asnjë mbështetje. Dhe një ditë të bukur, ju, zonja ministre, vajtët edhe shëmbët dhe bët edhe shembull, duke treguar shpëtuam Thethin nga Klodian Arusha. Kurse kjo këtu, zonja ministre, është Hotel La Briza. Kjo ka një histori tjetër. Hotel La Briza është ndërtuar pa leje nga eksponent të Partisë Socialiste, njëri prej tyre ose familjar të tyre, njëri prej tyre është një nga drejtorat 5D. Ky zotria bëri hotelin pa leje. Nuk ja shëmbi njëri këti, se ky kishte lidhjet. Nuk ja shëmbi. E kishte bërë të mirë, janë komentet në datën 19 dhjetor, mjafton të ish në Booking, 19 dhjetor 2022, shkruan Michel nga Franca, thot shumë mirë. E një të njëjtin gjë bën Maria nga Italia në 8 janar të 2023-shit. Por me këtë, zonja ministre, nuk dërguat i KMT-n t'ia shëmbë. Këti i dhat leje ndërtimi në datën 1 gusht 2023 me firmën Edi Ramës. Edi Rama. Ky është, zonja ministre, selektiviteti për të cilin flasun. Ju gënjeni aptas kur thoni që unë erdha këtu për të kundërshtuar zbatimin e ligjit. Jo, zonja ministre, unë nuk kundërshtova zbatimin e ligjit. Unë kundërshtova korrupsionin, selektivitetin, abuzimin me pushtetin, vendimet që ju merrni dhe vendosni se kush do jetoj në këtë vend dhe kush duhet të iki, se nuk ka vend për atë. Unë për këtë po flas. Po flas për korrupsionin, zonja ministre, për kapjen e pushtetit, për faktin që po ju nxjini jetën njerëzve. Dikush mund të ndërtoj një hotel dhe pastaj i de leja e ndërtimit një vit më vonë, dhe dikush tjetër nuk më ndot një kabinë të vogël me 2-3 tavolina për të ushqyer. Unë për këtë po flas, zonja ministre. Tani, po ku e gjeni kurajoni që vini këtu dhe thoni ka mbaruar koha kur ndërtohej, kur ftoheshin qytetarët ndërtonin? Zonja ministre, keni 12 vjet pushtete, dini apo jo? 12 vjet. Pjesa më e madhe e ndërtesave që po shëmni, se ne e shikojmë, janë ndërtuar tani. 12 vjet. Kishit çdo lloj pushteti dhe keni çdo lloj pushteti. Kishit gjitha bashkit, të gjitha pa përjashtim. Keni bërë çka keni dashur dhe vazhdoni e bëni çfarë doni. Si mund të vini këtu thoni koha kur lejoheshin ndërtimet pa leje? Pak seriozitet, zonja ministre. Pak seriozitet, se nuk ka lezet. Tani, ç'a të thuash? Tokat, folët për ka mbaruar koha kur zihej toka publike. Ju flisni për tokat, zonja ministre? Po ju keni marrë shpirtin njerëzve. Ju po ju vidhni pronat edhe tani që flasim.
se nuk i dëgjova ta përmendnit këtë ligjin e ri për rrëmbimin e pronave. Paketa e maleve quani. Nuk është paketa e maleve. Ai është një ligj tjetër nëpërmjet të cilit ju rrëmbeni pronat e qytetarëve shqiptar. Nuk ja jepni për t'ja rrëmbyer. Është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Doni një rast tjetër të prekshëm, jo broshkulla kot. Të prekshëm, zonja ministre. Kevi Muçollari. E dini kush është? Është një djalë i ri, zonja ministre, që në fshatin e tij, Qerradh, një ditë bukur, mori vesh që Këshilli Bashkiak, kryetari i bashkisë, i kishte vënë syrin kullotave. 30 hektar kullota. Dhe po u organizua që këtë pronë, që ishte e të gjithëve, ta merrte për vete. 30 hektar. Sa joja aty një si pun kontrate, tha do ta merrte për 100 euro në muaj, me qira gjoja. Për, nuk e di, 90 vjet, 100 vjet, se këto kështu i marrin përfundimisht. Mblodhi Këshillin Bashkiak dhe Kevi Muçollari u ankua, shkoi atje me shokët e vet dhe ngriti zërin. E tha, çfarë po bëni? Si na merrni kullotat? Janë kullotat e fshatit, përdoren nga qytetarët. Dhe ngriti zërin. Dhe çfarë bën? E shtyn, e dhunuan brenda Këshillit Bashkiak. Po kjo s'është asgjë. Policia në vend që të ndrynte, dhe thoshte shkonte të informoj çfarë po ndodhte, të dëgjonte qytetarët, arrestoi protestuesin. E morën e futën brenda. Futën brenda një qytetar që po mbronte pronën publike, zonja ministre. Pronën publike. Pronën e përbashkët. E kuptoni? Pronën e përbashkët. E morën e futën në Biruc. 3 ditë. Dhe kërcënuan. Të rrezikon nga 3 deri në 5 vjet. Pse? Sepse kundërshtoi ajdutët. Ky është realiteti në këtë vend. Po Kevi Muçollari në fakt është një rast i rrallë. Është një rast i rrallë. Sepse kjo gjë ndodh për ditë. Ky është vendi i padrejtësive. Vendi i padrejtësive dhe çdo ditë shtohen padrejtësitë. Çdo ditë. Dhe qytetarët janë të pambrojtur. S'kan çfarë të bëjnë. Ja, një që ngriti zërin, e morët e futën në Biruc. Dhe ju vini tani këtu dhe flisni që ju kujdeseni për pronën e përbashkët. Zonja ministre, shikoni, mund të dalim këtu jashtë, ka një lokal këtu, se nuk dua të përmend emrat, se duket sikur kam inate personale. Dalim këtu jashtë, zonja ministre. Ka të paktën 10 lokale me shtesë. Si është e mundur që këto nuk janë shëmbur? Si është e mundur, zonja ministre? Të paktën 10, ngjitur me parlamentin. Kurse ndërtesën e këtij djaloshi të ri, këti nuk ja lat. Këti janë shëmbët. Joqët mundësinë e vetme që kishte gjetur për të jetuar në vendin e vet, të shfrytëzonte tokën e vet. Ky nuk e gëzonte dot tokën e vet, nuk mund ta gëzoj, se do ja merrni ju. Për ditë me ligjet tuaja, ligji për investime strategjike, zonja ministre. Ju e keni harruar ligj tjetër ai për të vjedhur pronat. Se këtu falen pronat për ditë të s'flet askush. Dhat Pashalimanin. Si e dhat, si e morët ato tokë? Ajo kishte zot, ajo toka s'kishte zot. Si tjetërsoni pronën e qytetarëve shqiptar? Si e vidhni, do thosha? Si e vidhni? Dhe së më fare përshtypje vini këtu dhe pa asnjë siklet. Thoni, jo, ne mbrojmë pronën e përbashkët, pronën private. Ju mbrojnë interesin tuaj. Ju jeni aty vetëm për të pasuruar. Dhe pasurimi juaj është në dëm të qytetarëve shqiptar.
Ju pasurojeni, shqiptarë duhet ikin. Qa do bëj tani ky djalë i ri? Ku të shkoj? Qa të bëj ky tani? Të vit të shtridorën juve, zonja ministre? Të vit tako juve? Që ta fusit e programi i paketës maleve, qa të bëj ky? Të vit ju lutet juve? Apo të jap numrin tuaj, zonja ministre? Se mase ju ja zgjidhni këtë problem. Mase ju i nxirri certifikatën e pronësisë, i regjistroni pronën, ja jepni dhe leje ndërtimi, tu jap numrin tuaj, zonja ministre. Nuk ka lezet. Është turr. Faleminderit. Zonja ministre, nëse kërkoni të shpreheni përsëri, pika 5 e rregullores, keni në dispozicion 3 minuta. Faleminderit. Tani, zoti Shehaj, me gjithë respektin, tha mos i bëjmë selektive, po ndërkohë morën vetëm e raste selektive. Mësolle këtu raste palishmërie, se janë gjyna, pastaj mësolle raste lishmërie, po janë të këti apo të ati. Tani ndajmë mendjen, do flasim për selektive apo për jo selektive. Se të themi raste selektive këtu, është të bëjmë selektivizën që këtu. Ta vendosim qarë doni ju të prishim me qarë thot ligji. Tani si do të ndajmë të punën e të qenit selektiv, e para. E dyta, doja të tërhiqja dhe vëmendjen, nuk mund të them që gënjen, se unë jam mësuar me këtë lloj fjalori, po të paktën referoju rasteve që sjell këtu korrekt ashtu siç duhet. Rasti i Pogradecit nuk është as fare siç sapo e that. Rasti i Pogradecit është që ai djaloshi është futur edhe është arrestuar sepse ka goditur një këshilltar tjetër të Këshillit Bashkiak, po të Partisë Demokratike, merrni informacionin ju tamam, dhe prandaj, dhe nuk ka qenë fare për zaptime tokash, e as fare historia kështu, ka qenë tokë bujqësore dhe mblektorve, po është mirë që informacionet i marrim tamam, zoti Shehaj, të vim të flasim këtu, të flasim për lishmërinë, të flasim për ata punonjës që nga mëngjesi deri në darkë kryejnë procedurat me ndershmëri, patjetër nëse ka raste abuzive, ato do të ndiqen penalisht, sikundër jemi duke i ndjekur, janë 18 punonjës të shtetit të cilët janë proceduar në aksionin më të fundit në FARK, dhe kështu do të vijojmë të zbatojmë pik për pik të gjithë legjislacionin që këtu e miratuan bashkarisht, traktet më të fundit ligjore, jo pa qëllimi theksova, vendosin një bazë të mirë, të fortë ligjore për të shmangur dhe për të mos patur më të tilla hapësira apo bëshllëqe ligjore që krijojnë, që favorizojnë nga mos dashja, nga qëllimi i mirë i keq, quaje si të duash, për të favorizuar dhe marrë 1 metër katror më shumë, po pikërisht këtë lishmërinë duhet ta bëjmë së bashku, duhet ta bëjmë mbi fakte të vërteta, jo duke aluduar, jo duke bërë selektivizma, po duke i quajtur të gjithë njësoj, të drejtë, të barabartë përpara ligjit, përpara zbatimit të lishmërisë. Nëse duhet të ndërtosh, nëse ke një pronë të rregullt, bën një aplikim, merr një leje ndërtimi dhe e zbaton lejen e ndërtimit pik për pik ashtu siç është, jo duke zaptuar metra katror lart apo poshtë, edhe pastaj duke kërkuar miq lart e poshtë në mënyra selektive, duke i sjell këtu apo atje, pikërisht për t'i dhënë mundësinë që të përfitojnë ekonomikisht më shumë, se nuk bëhet fjalë këtu për fukarenje, thash edhe në fjalë, bëhet fjalë për të përfituar ekonomikisht më shumë, për të abuzuar me atë leje ndërtimi të cilën e që të saktuar. Shumë faleminderit. Faleminderit, zonja ministre. Zoti Shehaj, në mbështetje të nerit 96, pika 5 rregullores, keni fjalën dhe 3 minuta nëse dëshironi. Zonja ministre, më duket se nuk i keni ide të qarta, nuk i keni fare të qarta, me sa duket u shokuat. S'dini çfarë thoshit edhe humbët komplet të ruan. Zonja ministre, unë nuk e zgjodha këtë, unë s'kam disa dhe zgjodha këtë, unë po këtë po e sill si shembull. Selektivitetin e bëni ju, kur zgjidhni një po, një jo, 2 jo, një po. Ky qytetari djali i ri, ti dhe ja shëmbim. Ati që ndërton një hotel, ati nuk ja shëmbim. Ky është selektiviteti, zonja ministre. Po çfarë janë këto broçkulla pastaj? Çfarë janë këto? Po më zonjë, ky është pa leje, janë të 2 pa leje. Ua tregova, Hotel Briza është pa leje. Dhe ju i firmosni lejen e ndërtimit. Një vit, zonjë.
hotel pa leje, hotel Briza, pa leje, me leje ndërtimi 1 vit pasi e ka hapur. Ka që vështirësh për të kuptuar? E kuptuat? Jo, po të shpjegoj juve se kuptuat me sa duket. Nuk u erdhi mesazhi. Zonja Ministre, përqendroni një sekond. Përqendroni një sekond, me qetësi e kuptoj që nuk jeni mirë, se nuk është e lehtë të rishtu edhe të mbrosh Edi Ramën dhe lejet që jep Edi Rama pasi ndërtimet janë bërë. Është një hotel i ndërtuar pa leje, që ishte në punë, që 1 vit më vonë merr një leje nga kryeministri. E kuptuat? Është kërje ligjit, zonja Ministre. Nuk është kërje ligjit. Gënjejun, ta shikojmë. Shikojni. Thatë që jo po, këta thatë duan të përfitojnë, duan të fitojnë. Po mirë, pse? Ai 23 vjeçari nuk mund të fitojë ai me një lokal të vogël, kurse ky që bën hotelin e madh, ky nuk mund, ky duhet të përfitojë? Qa janë këto? Po, të dy janë të jashtëligjshme, të dyja janë ndërtime të jashtëligjshme, zonja Ministre. Vetëm që ai djali i ri nuk ka lidhjet. Edhe ai ndërton dhe në tokën e vet, imagjino. Është i penalizuar se ndërton në tokën e vet. Kurse ky tjetri që ndërton ku të doj, dhe sa të doj dhe si të doj, ky është i paprekshëm. Hoteli vazhdon e punon, jo vetëm kaq, po jepet edhe një leje. Faleminderit. Tani, pritni zonjë. O zonjë. Po me zi prisni të më ndikojnë, po zonjë. Po s'kishte mbaruar, ishte para lajmërimi, 30 sekonda, zonjë. 30 sekonda para se ndaroj fjalimi, ka një, pastaj bëhen 2. Ju lutem vazhdoni zoti Shehaj, pa komente. Faleminderit. Tani gënjyet për atë djalin në Pogradec, gënjyet amtas, sepse ai pas 3 ditësh u lirua nga burgu dhe ra çdo lloj akuze. Nuk e them unë, e thot gjykatësi, ju policia e arrestoi, kurse gjykatësi tha, e arrestoi me akuzë për dhunë, kurse gjykatësi thot s'kishte asnjë lloj dhune dhe e nxori, se ndryshe do ishte në gjyq. Këtë e kupton këtë? Me këtë interpelancë u kuptua pse Edi Rama u dha juve interpelancën. Zonja Ministre, me këtë e kuptuam se u dha juve. Nuk po shtoj koment tjetër. Faleminderit zoti Shehaj, këtu përfundon zhvillimi i interpelancës së kërkuar. Vleroj me çështjen e tjera të rendit të ditës. Pika 5, projekt ligji